Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin në Monitor TV. Fillimisht një herë para se të ndaj lajmin e radhës, do t'ju kisha lutur të gjithëve të abonoheni duke klikuar subscribe në kanalin ton dhe duke komentuar në video që ne në fakt nxjerrim. Tani dua të ndaloj tek Selin dhe tek Miri. Siç duket, Miri është akoma në ato mendimet e tij që ishte në Big Brother. Komentet e tij janë shumë komente gjigande. Nga mënyra se si Rogerti në fakt e përshkroi historinë e Big Brotherit, që Rogerti tha që unë e ndihmova Selin që ta fiton spektaklin, Big Brotherin, sepse e godita Mirin, e largova Mirin, po të mos isha unë Miri do të largoheshte dhe Selina, do më thënë, nuk e fitonte do të Big Brotherin, do ta merrte Miri. Miri siç duket ka komentuar në një status që i ka mbetur disi hatri me Rogertin edhe me Selin, ndoshta nuk i dihet. Dashimiri thot kështu, do të analizojmë këtë thënie. Dhelpra kur nuk i kap rusht, sigurisht që ishte i prishur. Kështu që thuajeni me zë të lartë se kush ju çoi në finale se nuk është turp. Të fala nga 006. Do me thënë tashi, Miri thot për Rogertin dhe për Selinën, thuajeni me zë të lartë, po Miri nuk e çoi Rogertin në finale. Rogertin e çoi vetë loja e tij në finale. Tani ne duhet jemi korrekt. Të paktën ne që e kemi parë nga jashtë, unë e kam parë që Miri mundoheshte që të jetë sa më afër Rogertit që të triumfon në finale. Do të thënë Miri u trëm pak në lojë, sepse mbeti vetëm dhe nuk dinte më se si ta krijon grupin e tij, do të thënë për të bërë lideri. Ndërsa me Selin, unë mendoj që Selina luajti lojë shumë interesante. Selina në fillim u afrua me Mirin jashtëzakonisht shumë, sepse Miri ishte një personazh dhe vazhdon të jetë një personazh, një djalë me një bagazh të madh artistik dhe VIP më të madh në Big Brother se Miri nuk kishte. Dhe Selin mendoi që bëri matematika që të qëndruarit afër Mirit mua do të më ngrinte në piedestal. Dhe në këtë rast, Selin u ndihmua nga Miri që të shkonte drejt finales. Kjo është e vërtetë. Por më së shumti Selinën e ndihmoi Rogerti për të shkuar në finale, sepse Miri nuk ja nxori këto anët, Miri nxori vetëm anën e krevatit, ndërsa Rogerti nxori të gjitha këto dimensionet e tjera të Selinës. Por siç duket, hatërmbetjet ekzistojnë akoma dhe inatet në këtë treshe vazhdojnë akoma edhe pse tashmë Big Brotheri ka përfunduar.